Ky është flesh informativ i orës 10 këtu në radio stacionin online. Dalja e listës përfundimtare të specializimeve në Universitetin e Mjekësisë ka sjellë reagime të studentëve të mjekësisë, të cilët protestuan në mbrëmjen e së martës para fakultetit. Ata thonë se janë bërë njësoj parregullsisht. Abuzimet sipas studentëve kanë ndodhur që në konkurim, në kriteret e pranimit dhe lista është ndryshuar nga ajo paraprake tek përfundimtarja, duke bërë që shumë studentë të mos rezultojnë fitues në këtë listë. Ministria e Arsimit dhe Sportit ka nxjerrë një udhëzim për maturën shtetërore 2015 dhe pranimin në shkollat e larta publike për shkollat jo profesionale. Sipas këtij udhëzimi, lëndat me zgjedhjen e provim të detyruara për të gjithë maturantët do të jenë gjuha dhe letërsia shqipe, matematika dhe gjuha e huaj. 4 zyrtarë të qarkut të Shkodrës janë marrë si të pandehur pasi akuzohen për falsifikim dokumentash dhe shpërdorim detyre në rastin e ndarjes së tokave. Nga hetimi i prokurorisë së Shkodrës, i cili ka nisur në fund të vitit 2013, rezulton se të arrestuarit në kundërshtim me detyrat e tyre funksionale kanë hartuar, miratuar dhe regjistruar prona të ndryshme në komunën Gryemir në emër të personave që nuk u takonte tokë. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić dhe një delegacion i ministrave të tij pritet të vizitojë sot Kosovën. Ndërkaq një grup të rinj në Gjilan kanë paralajmëruar protesta. Të rinj kanë ftuar dhe qytetarë të tjerë për të bashkuar tek teatri i qytetit të Gjilanit dhe për të vazhduar më pas në njërin prej rrugëve periferike të qytetit, nëpër të cilën do të kalojë delegacioni nga Serbia. Pas sulmeve kibernetike ndaj Sony Pictures Entertainment dhe së fundmi ndaj profileve në Twitter dhe YouTube të Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara, presidenti Barack Obama ka shpalosur propozimet e tij për të forcuar ligjet e sigurisë kibernetike. Presidenti amerikan i cilësoi sulmet kibernetike si një rrezik urgjent dhe në rritje, teksa shtoi se SBA do t'i bëjë ballë atyre. Milan i ka fituar 2-0 ndaj Sassuolos duke eliminuar atë nga Kupa e Italisë. Lojtarët e drejtuar nga Inzaghi dhe këtë herë kanë pasur mjaft të vështirë të arrinin tek fitoria ndaj Sassuolos, e cila imposhti Kuqezin një javë më parë me rezultatin 1-2 në San Siro. Me këtë fitore Kuqezin fituan të drejtën për të qenë një prej 8 çerek finalistëve në Kupën e Italisë. Ky ishte flesh informativ orës 10 këtu në radio stacionin online.